Kombëtarja shqiptare ka përmirësuar ndjeshëm shanset e saj për të shkuar në play-off të botrorit, fal fitores ndaj Serbisë këtë të shtunë në Leskovac. Mendon se ka ende rrugë për të shkuar në play-off në varësi të ndeshjeve të mbetura. Është normale që tani të shihen për llogaritjet se si ky udhëtim mund të jetë më i favorshëm për kuqezinë. Për llogaritjet të cilat aktualisht e kanë kthyer Shqipërinë në një tifoze të Belgjikës kundër Maqedonisë së Veriut, duke shpresuar që dy skuadrat të ndryshojnë vendet që mbajnë aktualisht në grupin J. Maqedonasit me 6 ndeshje të luajtura kanë 12 pikë dhe mbajnë vendin e parë, të ndjekur nga belgët me 11 pikë pas 5 ndeshjesh dhe më pas Uelsianët me 10 të tilla po me 5 ndeshje. Shqipëria, e cila në situatën aktuale sipas renditjes së FIFA-s e sheh veten e para në vazun e tretë në shortin e play-offit, do të ishte më e favorizuar në rrugëtimin e saj nëse Maqedonia e Veriut do të renditej e dyta dhe Belgjika e para në këtë grup duke shkuar direkt në botror. Kjo pasi në këtë mënyrë do të kishte lëvizje në radhitjet në vazo dhe kuqezinjtë do të ngjiteshin në vazun e dytë. Avantazhi i vazos së dytë është se ekipet e saj janë pritse në gjysmëfinalet e play-offit që luajnë në mars 2026 përballë skuadrave nga vazoja e tretë. Dhe padyshim zhvillimi i ndeshjes ndaj një ekipi të vazos së tretë në Air Albania do të ishte një ndihmëse e jashtëzakonshme në rrugtimin drejt objektivit historik të kualifikimit në botror.